kandidati i njëjtë prap kandidat për kryeministër, mendoj që mandatimi i zotit Konjufca... Po, vetëm ndezeni edhe njerë kamerën për shkak të se u ndërprepa. Po, se po një thirrje telefonike tani po pengon. Po, se po të shohin politiko njerëzit prandaj të rasin telefon. Mendoj që mandatimi i zotit Konjufca ka qenë një lëvizje taktike e makiavellistit, deputetit Albin Kurti, që qëndroi sa më gjatë në pozitën që është dhe të fitoj kohë, të zhakis kohën deri nga fundi i jetojit në mënyrë që ta shfrytëzoj prezencën e diasporës. Unë dëgjova edhe debatin që është duke zhvilluar në studio dhe nuk pajtohem që ndikimi i diasporës në Kosovë dhe votimi i diasporës nga Ballkata është i njëjtë, për shkak se ndikimi i njerëzve që vijnë këtu tek familjarët e tyre është ndryshe kur janë fizikisht, dhe kjo është tentativa pse lëvizja vendosje, kur tham lëvizja vendosje gjithmonë e personifikoj me individin, këtë rast me Albin Kurtin, tenton që sa më gjatë të qëndrojë në pozitën të cilën e ka okupuar në mënyrë ilegale. A ka mbështetje PDK-ja për Konjufsën? Shembull, Konjufsa, edhe këtu e diskutuam, por edhe në pjesën më të madhe të spektrit politik ose të pjesës së opozitës e deri djeshme konsiderohet si një figurë më e pranueshme, më e butë, më konsensuale. A ka vot PDK-ja ose dikush shembull nga ju personalisht për zotin Konjufsa? A keni vot? Po, fillimisht më lejoni të them që roli i zotit Konjufsa në legislaturën e kaluar ka qenë kryetari i kuvendit dhe normalisht që është kujdesur që sillet në mënyrë, ta them, më normale me partitë politike dhe me deputetët që kanë qenë të përfaqësuar në kuvend. Mirë, për sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës është bërë qartë sot, ka qenë e qartë dje, do të jetë e qartë nesër që nuk ka vot asnjë individ për çfarëdo kandidati nga lëvizja vendosja, ndërsa sa i përket personalisht meje, absolutisht në asnjë moment, në asnjë kohë, kur nuk do të ketë ndonjë kandidat në këtë mandat vot për ndonjë kandidat nga lëvizja vendosje. Tani parashtrohet një nën pyetje, pse të votohet Dimal Basha, pse mos votohet Glau Konjufsa? Unë personalisht nuk e kam votuar as Dimal Bashën. Po dikush nga kolegët tuaj e ka votuar. Pas rezervat e mia, mirë po ka qenë një vullnet i Partisë Demokratike, i shumicës deputetëve që të zhbllokoj situatën, mirë po çështja e zotit Konjufsa nuk dallon nga çështja nga qëndrimet që ka zoti Albin Kurti. Unë pra po them, ndryshe ka vepruar sekretari i kuvendit, mirë po kur nuk e kam dëgjuar zotin Konjufsa që ka vepruar në mënyrë të ndryshme nga qëndrimet e partisë, pra lëvizjet e vendosje, apo nga qëndrimet që i ka përfaqësuar deputeti Albin Kurti në kaluarën. Pra nuk e dallonin përse i takon çështjes së kryeministrit. Ndërkohë, për këtë çështje së kryeministrit, çfarë do kandidatit që vjen nga subjekti politik vetvendosje dhe nga koalicioni që i ka Lëvizja Guxha dhe Alternativa, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka asnjë vot nga asnjë deputet që është i përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës. Zgjedhjet ju duken të pashmangshme, zoti Çale? Zgjedhjet do të jenë në realitet shumë shpejt, meqense nuk shohim ndonjë zgjedhje tjetër dhe besoj që këto zgjedhje do të japin një verdikt, por populli do të jetë me votën e tyre do të vendosë që më në këtë Kosovë kur më mos të jetë kryeministër zoti Albin Kurti. Okej, këtu kam disa reagime në studio, le ta nisim me zotin Blerim Gashi, urdhëroj me zotin